Më falë, ty mund të quaj bukurosh, se gjatosh, bukurosh, nuk mendoj që ti mërzitesh apo jo. Do me thonë, ti the si bukurosh, si gjatosh, si shkurta bish, janë të pranueshme. Ti bukurosh, mos fol për momentin. Zonja Balluku, para faleminderit për bukuroshin, po mu bukurosh që kam lind. Ty bukuroshe të bën parat të shqiptarëve. Kështu që ka i diferencë madhe. Eksakt, se kush e tha se do roj më shumë? Shals, nuk duhet rosh më shumë se unë në çdo rast. Tani ky është problemi. Problemi që është tani ky filloi të besoj që është bukurosh, kjo është më e keqja. Dhe do me thënë, dhe pa qenë bukurosh, ças thoshte, tani me këtë epitetin do të çmendet fare, po s'ka gjë do ta pranojmë. Mund t'i pyesësh se unë u çudita pse ti mërzitesh kur të përmendet emri i babait, po mund të pyesësh edhe Fariun, edhe Jetën, se ande nga fisi im ne jemi të bukur përgjithsisht. Kështu që nuk na është dasha si lek, kupton? Meqense e bëm pedante këtë si bisedë.